Fëmijët me autizëm kanë nevojë për përkushtim dhe dashuri, por njëkohësisht posedojnë potencial të madh zhvillimi nëse diagnostikohen dhe trajtohen me kohë. Kështu shpreh Afrim Bajrami, prindi një fëmije me nevoja të veçanta, i cili theksoi se përkundër rritjes së numrit të rasteve, mbështetja institucionale mbetet e pamjaftueshme, sidomos për shkak të mungesës së asistentëve profesional. E dyta, edhe ato institucionet që kanë se mirën me fëmijët me nevoja të veçanta, fatkeqësisht një numër shumë i madh i tyre, stafi i tyre kanë fjalën, nuk janë edhe as profesionistë, ose nuk janë të kualifikuar sa duhet, ose janë dërguar atje pa dëshirën e tyre, edhe duke sikur punën e tyre bëjnë me zor, me fjalën popullore, edhe ka pengesa të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, psikologu Arbër Kadriu theksoi se ekzistojë një frikë e tepruar tek prindërit për autizmin, ndërsa apeloi për diagnostikim të hershëm përmes profesionistëve. Vitet e para janë mosha 3 vjeçare, ku zakonisht haset në problematika ose të themi një abnormalitet sjelljesh tek fëmijët, zakonisht kur është mos kontakti me sy, mandej të folurit, po ashtu ka forma ndryshme ku fëmijët ndonjëherë bëhen impulsiv, kemi hiperaktivitet, po ashtu kemi ndjenja të agresivitetit. Ndërkohë, përfaqësuesi institucional Ariton Rama ngriti dilemën për mungesën e një strategjie afatgjatë, duke pyetur se si do të integrohen këta persona në shoqëri dhe në tregun e punës pas moshës fëmijërore. Ne kemi trajtuar vetëm situatën e fëmijëve aty, po a kemi garantuar që pas moshës fëmijërore ata nëse rriten, si do t'ja bëjmë me jetën e tyre? Si do t'jetë procesi integrues në sistemin arsimor? Si do t'jetë elementi integrues në fuqinë e punës, por në tregun e punës, a do të punojnë, a do të zhvillohen, nuk do t'jetë gjithmonë standard i brengës emocionale prindore. Këto çështje u diskutuan në aktivitetin Autizmi në shoqëri, ndërgjegjësimi dhe veprimi organizuar në komunën e Çajirit me synim me rritjen e ndërgjegjësimit dhe nxitjen e veprimeve konkrete për përkrajen e personave me autizëm.